Muaj, javë, pak a shumë? Nuk mund të themi akoma një afat. Ne kemi bërë një relevim topografik gjithë zonës poshtme të lumit, aty ku do bëhet edhe devijimi i përkohshëm. Kemi bërë një modelim hidraulik të shtratit lumit ose të lumit. Do bëjmë edhe një rishikim me trupin e ri rrugor që do ndërtojmë, për të qenë sa më të sigurt në rast të plotash, po themi, të lumit. Gjithashtu vazhdojnë studimet në pjesën e sipërme për stabilizimin e masës së rrëshqitur. Dhe këto janë, po themi, ato pikat që po bëjmë tani. Afate, si që thash, nuk mund të themi, pas janë volumet konsiderueshme, nuk mund të ngutemi dhe të themi një diçka që pastaj do tërhiqemi. Edhe do krijoj pritshmëri, por nëse mund të themi tash javë, muaj, apo kur do të mund ta kemi një parashikim të përafërt gjithmonë? Si parashikim, po them, afatin mund ta kemi brenda 3-4 ditëve do jemi në gjendje të themi që punimet mund të mbarojnë për kaq kohë. Gjatë kësaj periudhe ku do lëvizin këmbësorët dhe automjetet? Do vazhdojnë do vijohet me masat që janë dhënë, alternativat që janë dhënë deri tani.